Fjala ime e fundit është edhe një detyrim ligjor, pasi pas 3 orësh nis fushata elektorale dhe ligji i vjetruar elektoral shqiptar nuk lejon shumë hapësirë për opinione gjatë saj. Ai e kthen fushatën në një farmaci me një peshore pa ngjyrë dhe erë. Ku në fakt çdo fushat ka ngjyrat dhe çdo zhvillim në të ka dhe erë, dhe jo gjithmonë është një erë e këndshme. Këto nuk janë zgjedhjet e para dhe sigurisht nuk do të jenë as fundit për ne, por deri tani çdo pajzgjedhje bashkohet me tjetrën para dhe pas nga njëjta veçori. Kanë qenë të karakterizuara nga koha që kemi humbur si popull. Kemi humbur kohë duke i dhënë besimin njërës apo tjetrës parti. Ua kemi dhënë dhe kur na kanë gënjur apo zhgënjur më shumë se një herë. Shumë prej nesh, mu për këtë arsye, nuk kemi votuar në shkuarën dhe me gjas as kjo fushatë që nis nesër nuk do na e mush mendjen që të dielën 11 maj të dalim dhe të votojmë. Por në fakt duhet ta bëjmë, sepse nëse jo, duhet të heshtim së paku për 4 vjet. Si vjet ka disa risi. E para për tyre, zgjedhjet duken se janë më të shumta në numër. Kjo sepse s'pak ka rritur vigjilencën tonë si qytetar ndaj cilësisë që na ofron politika, si në qeveri si ashtu dhe në opozitë. Fillimi i funksionimit të drejtësisë re ka filluar të ndaj perceptimin nga fakti. Në 11 maj, kur shkojmë të votojmë, partitë politike do na ofrojnë një pak kandidat pa ndehur, në hetim apo të dyshuar për korrupsion. Unë mendoj që ata nuk duhet votohen. Në fakt ata vetë duhet kishin zgjedhur të mos kandidonin, por kjo është Shqipëria politika e 11 majit. 3 nga të pandehurit janë drejtues të koalicionit të Shqipërisë Madhështore, 2 prej tyre në listë të sigurt, pra do t'i kemi në parlament. Por këto zgjedhje ofrojnë një risi të dytë. Pjesa tjetër e listave është e hapur, aty vendosni ju. Në këto lista të hapura, të dyja palët e mëdha kanë emra me dosje të hapura. Këto lista i keni në dorë ju që t'i pastroni. Unë besoj se më në fund sistemi politik fal drejtësisë re dhe fal integrimit shpejt në Bashkimin Evropian ka filluar të hapet. Një votë e përgjithshme qytetare që ndan të pastrin nga të korruptuarit, dyshimin nga fakti, thashëthemin nga realiteti, do të thotë që ky sistem politik më në fund të hapet totalisht në zgjedhjet e rregullta të vitit 2029, që shpresoj me gjithë zemër të jenë të fundit parafutjes tonë në Bashkimin Evropian. Por a do ndodh kjo, me drejt mund të pyesni shumë prej jush. A mund ta pranojë BE-ja Shqipërinë tonë kështu siç është sot? Unë shpresoj që për arsye më shumë gjeopolitike, por edhe për arritjet tona, edhe për një arsye tjetër më praktike, të ndodhë në vitin 2030. Sepse ne do të bëhemi më të mirë nëse futemi, pasi rregullat tjera do të zbatohen, monitorimi do të thehet në vëzhgim të rrept. Pra do të futemi në BE jo sepse jemi 100% gati, por sepse do të bëhemi të tillë më shpejt duke qenë brenda se sa duke u zvarritur nga jashtë. Kështu kemi bërë, jemi zvarritur për 3 dekada dhe thjesht kemi humbur kohë. Si thot një fjalë e urtë, nëse më mashtron një herë është faji yt, nëse më mashtron 2 herë është faji im. Po nëse dikush na mashtron për herë të tretë, nuk është më faj e as përgjegjësi. Është krim ndaj të ardhmes tonë dhe fëmijëve tanë. Pa dashur të paragjykoj askënd as Sali Berishën, por sot Partinë Demokratike paradoksalisht nuk e shpëtojmë dot as me votën tonë. Ajo ka sinkronizuar tashmë orën e saj me orën biologjike të kryetarit dhe duhet ta lëm kohën bëj punën e saj. Unë besoj se Partia Demokratike do ta rigjej veten një moment, por si qytetar nuk kam më kohë të humbas me të. Tani dikush mund thotë, jo pa drejt, po nëse dikush arrin ta mashtrojë për herë të katërt. E vërtet, nëse në vitin 2030 ne nuk futemi në Bashkimin Evropian, duhet të ndihemi fajtor dhe përgjegjës se përse na bën të humbasim sërish kohë. Por a ka alternativë tjetër? Siç e thash më sipër, listat e hapura të japin mundësinë që të japësh leksion një partie edhe kur ajo fiton, duke e detyruar të pastrohet dhe të kthjellohet. Të pastrohet nga ata me njolla jo mbyllë kërfi, por në drejtësi. Dhe nuk dua të përsëris veten se e thash të më sipër, por e kam edhe një merak të fundit. Mendoj se politika duhet pastruar dhe nga kameleonët dhe nga hipokritët, sidomos nga ata që ka përcejnë ylberin. Shumë me trishtim se në listat e Partisë Socialiste ka mbetje të Partisë Demokratike ose vëmjet saj. Këta nuk mendoj se meritojnë të votohen. Mendoj se në listat e hapura të socialistëve ka boll gra dhe burra që meritojnë të përfaqësojnë. Listat e hapura na mundsojnë të largojmë nga politika pazarxhin, legendët e të paskrupujt që nuk meritonin realisht as Partinë Demokratike, lërë më pasaj Partinë Socialiste. Dhe kjo nuk quhet rilindje, quhet thjesht humbje kohe dhe vote nëse votojmë për ta. Dikush mund pyes, po në këtë rast unë si qytetar, kë do të votoja? Socialistët? Për këtë unë e kam përgjigjen dhe shumë thjesht. Mendoj që Edi Ramës nuk i duhet vota ime. Ka boll të tilla për qeverisur dhe 4 vjet Shqipërinë, por sinqerisht shpresoj se premtimi i tij për integrimin tonë në 2030 në BE të mos jetë thjesht farsë elektorale. Por ka një gjë që më bën të paduruar të pres rezultatin e 11 majit. Fytyrat e atyre që do të zhduken nga politika aktive nga vota juaj. Do një idiot që i duket vetë Silvio Berlusconi, do një megaloman që mendon se mund bëhet kryeminist nga Facebooku. Por dua shumë që vota e shqiptarëve të zhduk nga skena politike kriminalët politik. Dhe kriminal politik
Janë dhe ata që vranë shpresën dhe opozitën dhe që e shitën ato për interesat vogla meskine, ose sepse thjesht janë edhe kriminal, edhe idiot politik. Gjithashtu këto zgjedhje do t'i japin mundësi shqiptarëve që të fusin në kuvend njerëz që politikën e kanë jo thjesht karrierë, por vokacion, ndoshta dhe mision. Pra ajo që unë shpresoj në këto zgjedhje të ndodh është një katarsis nga poshtë i skenës politike. Jo ai hipokrit si Inanos 25 vjet më parë apo gjoja hapja e Berishës në 2005-ën, as rilindje me bashkim amoral të Smajtës në 2013-ën, apo rezultat pazare si ai Luzin Bashës në 2017-ën. Kësaj radhe kam dhe një shpresë më shumë, se çerek milioni bashkëpatriotë do të votojnë nga jashtë, do t'i sjellin votës shqiptare një frymë europiane të llogaridhënies së politikës dhe jo të mbisudimit dhe keqpërdorimit nga ana e saj të votës tonë. Sepse unë mendoj që ka ardhur koha që politikanët kuptojnë se kur i votojmë, u japim shtëpinë e popullit me qera për 4 vjet, por jo pronësinë mbi të. Sepse unë besoj se shqiptarët kanë votuar gjithmonë sakt dhe drejt, dhe kështu do të bëjnë edhe në 11 maj. Kjo ishte fjala ime e fundit për zgjedhjet, dhe ky ishte Real Story për sonte. Nga unë Sokol Balla, natë e mirë.